I dërguari posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë, Peter Sorensen, pritet të qëndrojë në Kosovë gjatë javës së ardhshme. Për të kuptuar detajet e kësaj vizite dhe këtë vizitë të parën të tij në Kosovë, detajet do të na sjell nga Brukseli kolegu ynë Augustin Palokaj. Atëherë, Augustin, përshëndetje dhe cilat janë detajet sa i përket kësaj vizite të paralajmëruar? Përshëndetje Donika, nuk ka shumë detaje, pas që është konfirmuar nga burimet e Bashkimit Evropian që Sorensen do të shkojë javën që vjen në Prishtinë në vizitën e tij të parë në këtë cilësi, pra prej kur nga Lajçak ka marrë përsipër rolin e të dërguarit të posaçëm për dialog. Do të jetë pra kjo vizita e tij e parë dhe sa mësojmë nga burimet e BE-s, ai do të bëjë përpjekje për të përgatitur vazhdimin e dialogut, për të parë se si qëndrojnë gjërat sa i përket Kosovës. Ishte planifikuar që të vizitonte edhe Beogradin, por është thënë se Beogradin do ta vizitojë në një rast tjetër, së shpejti. Është thënë se kjo për shkak të agjendave është vendosur ashtu. Mirë po, askush nuk e konfirmon apo nuk e mohon se mund të ketë të bëjë edhe me situatën aktuale në Serbi. Pra, ajo që pritet është që të përgatitet vazhdimi i dialogut, eventualisht edhe ndonjë takim në Bruksel, por duke marrë parasysh se ka shumë paqartësi në Kosovë sa i përket krijimit të qeverisë pas rezultatit të zgjedhjeve, dhe po ashtu faktit se situata është e paparashikueshme në Serbi, ku po ashtu ka një qeveri në dorëheqje, së paku formalisht, atëherë në Bruksel nuk kanë ndonjë pritje të madhe nga kjo vizitë. Por në anën tjetër, kanë kaluar një muaj e gjysmë prej kur Peter Sorensen ka marrë përsipër këtë detyrë dhe ai diçka duhet të punojë, kështu që do të nisë me këto vizita. Po ashtu, siç kemi dëgjuar para disa javësh, edhe përfaqësuesja e lartë e BE-s për politikë të jashtme dhe siguri, Kaja Kallas, kishte thënë se ajo po dëgjon zëra kritik për formatin e deritashëm të procesit të dialogut, dhe se do të shikojë gjatë këtij muaji, pra gjatë muajit mars, se si do të ecet përpara në këtë dialog. Ajo që thonë burimet e BE-s është që një prej temave të para që do të jenë në takim do të jetë çështja e të pagjeturve, pasi që palët kishin rënë dakord për një deklaratë të përbashkët për këtë. Mirë po tentimi për të pasur progres në një takim që ishte thirrur nga mesi muajit janar kishte dështuar, palët as që nuk u takuan në Bruksel dhe nuk ka lëvizje në implementim. Siç nuk ka lëvizje në implementim të asnjë pjesë të rëndësishme të marrëveshjes e cila ishte arritur para më shumë se 2 vitesh në Bruksel, e pastaj edhe aneksit të implementimit në Ohër. Pra, në BE nuk kanë ndonjë pritje të madhe, por duhet të punohet në këtë drejtim dhe nuk heqin dorë nga ato kërkesat që i kanë përmendur disa herë, se edhe Kosova edhe Serbia duhet në përgjithësi dhe tërësisht të zbatojnë të gjitha obligimet që kanë dalur nga procesi i dialogut, përfshirë edhe nga ajo që BE-ja e quan marrëveshje për rrugën drejt normalizimit të raportit. Megjithatë, Augustin, duke parë edhe deklaratën që sekretari i NATO-s e pati në Kosovë sa i përket procesit dialogut, edhe këtë vizitën që do të jetë javën e ardhshme, a mund të shihet kjo si një sinjal që të dyja palëve po u kërkohet një dinamik më shpejt sa i përket procesit vazhdimit dialogut dhe normalizimit të marrëdhënieve? Po natyrisht se sekretari i përgjithshëm i NATO-s që ka shumë përgjegjësi edhe për sigurinë e Kosovës, sepse atje janë afër 5000 ushtarë të NATO-s, janë shumë të interesuar që të mos ketë tensione. Ulja e tensioneve mund të ndodhë vetëm me normalizim të raporteve, e normalizimi i raporteve mund të ndodhë vetëm përmes dialogut. NATO-ja nuk është e përfshirë në mënyrë direkte në proceset politike, por proceset politike kanë ndikim në çështjen e sigurisë për të cilën ka përgjegjësi NATO-ja. Prandaj edhe është logjike që NATO-ja gjithmonë mbështet procesin e dialogut. Por nuk shon ndonjë risi krahasuar me thënjet, me shprehjet e mëhershme të NATO-s apo të BE-s, sepse dialogu tash 14 vite po vazhdon, ndërsa gjithmonë kemi dëgjuar kërkesat që gjëra duhet të bëhen pa vonesa, me njëherë, në mënyrë urgjente, por kjo po vazhdon për shumë vite. Do të thotë, pritjet janë që të palët të angazhohen në mënyrë konstruktive, fundit, ka kushtëzime të shumta për të dyja palët, sikur për rrugtimin e tyre drejt Bashkimit Evropian, ashtu edhe për pagesat e para nga pakoja për rritje e Ballkanit Perëndimor,
për të cilin do të ketë një summit po ashtu javën që vjen në Shkup, dhe në anën tjetër është ajo situata reale që nuk mund të pritet që Kosova për shembull ta bëjë në këtë situatë atë që nuk e ka bërë as kur ka pasur qeveri stabile, sepse pritet nga Kosova, nga ana e Bashkimit Evropian dhe në përgjithësi Bashkisë Ndërkombëtare, është që të nisë procesin e themelimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe, ndërsa nga Serbia që të zbatojë ato pjesë të marrëveshjes që janë të rëndësishme për Kosovën, përfshirë edhe mospengimin e anëtarësimit të Kosovës në organizatat ndërkombëtare. E Serbia po vazhdon ta pengojë këtë, siç ishte rasti në Këshillin e Evropës, ku përfaqësuesit e Serbisë u lavduan që e hoqën nga rendi ditës, madje edhe pjesëmarrjen e Kosovës në cilësinë e mësafirit në takimet të një komisioni. Pra kemi atë situatën reale, që palët të jenë të përgjegjshme, të mos ketë tensionim. Këtu është e posaçme ajo që thonë në NATO, pasi që NATO-ja e ka përgjegjësinë kryesore për të siguruar një ambient të sigurt për të gjithë në Kosovë, si shprehen në NATO, ndërsa sa i përket dialogut është Bashkimi Evropian. Por ka paqartësi edhe tjera edhe në skenën ndërkombëtare, jemi në pritje të themelimit të formimit të qeverisë në Gjermani. Nuk e dim se çfarë qasje do të kenë Shtetet e Bashkuara të Amerikës sa i përket dialogut. Deri me tash në BE thonë se nuk kanë parë ndonjë sinjal se mund të ndryshojë politika amerikane në Ballkan, po funksionon formati i kvintit në nivel të ambasadorave në të gjitha vendet e rajonit, por nuk kemi parë ndonjë shprehje të qartë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës as në mbështetje të dialogut që e bën BE-ja, mbështetje që shprehet gjithmonë në administratën e kaluar të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Prandaj kemi shumë paqartësi këtu, por gjithsesi puna do të vazhdojë pasi që BE-ja e ka të dërguarin e posaçëm për dialog, është e interesuar që dialogu të vazhdojë, prandaj edhe janë paraparë këto vizitat të zotit Peter Sorensen në Kosovë. Dhe Avgustin, përkundër këtyre paqartësive që thua që ekzistojnë, a e kanë dësharë në Bashkimin Evropian për tensionet që aktualisht janë mes palëve, duke ditur që ka kaluar 2 vjet nga një marrëveshje e cila nuk është zbatuar asnjëherë dhe prej atëherë ka pasur ndaj Kosovës 2 sulme terroriste. Sa e vështirë tani do të jetë të ulën palët, të ulën këto tensionet dhe t'i bindin palët për të vazhduar procesin e normalizimit dhe zbatimin e marrëveshjeve? Në BE janë jashtëzakonisht të vetëdijshëm për këtë, sepse e shohin, e kanë parë në takime, e kanë parë edhe në faktin që edhe kur kanë ardhur në Bruksel, palët kanë refuzuar të takohen. Sorensen nuk është i ri në këtë punë tërësisht, ai ka pasur funksione tjera, por ka qenë i angazhuar shumë në Ballkan, përfshirë edhe në Kosovë edhe në Serbi, dhe po ashtu edhe në kohën kur Lajçak ishte i dërguar i posaçëm për dialog, Peter Sorensen kanë qenë në punë si shërbimi të veprimit të jashtëm të BE-s, kështu që gjithmonë e ka përcjellur situatën. Pra, nuk janë të befasuar, e din, janë të vetëdijshëm për tensionet në raporte mes palëve, në një mënyrë kanë një tentim që ta mbajnë jashtë dialogut çështjen e hetimeve për Banjskën dhe për trazirat që kishin ndodhur në maj. Mirë po edhe këtu kemi porosi që përsëriten edhe nga Bashkimi Evropian, edhe nga NATO-ja, u përsëriten edhe gjatë vizitës së sekretarit të përgjithshëm të NATO-s Mark Rutte në Prishtinë, që qeveria e Kosovës, autoritetet e Kosovës duhet të jenë transparente karshi pranisë ndërkombëtare në Kosovë, që të mos dërgoj FSK në veri pa koordinim me KFOR-in, ndërsa kur të dërgojnë njësit speciale drejt kufirit, atëherë të lajmërohet me kohë misioni KFOR-it, ndërsa nga Serbia që të ketë përgjegjësi për ata që janë fajtor edhe për sulmin në Banjsk, por edhe për sulmet ndaj ushtarëve të KFOR-it që kishin ndodhur në muajin maj të vitit 2023. Këto kërkesa vazhdojnë të përsëriten, porse përderisa janë të vetëdijshëm se tensionet ekzistojnë mes palëve, ekziston mosbesimi mes palëve, por ekziston edhe mosbesimi i komunitetit serb në Kosovë ndaj autoriteteve të Kosovës, dhe në këtë situatë do të dëshironin që të dalin nga kjo përmes një angazhimi më konstruktiv në dialog, por edhe përmes kthimit të serbëve në strukturat dhe në institucionet e Kosovës nga të cilat kishin dalur. Pjesëmarrja e serbëve në zgjedhjet e fundit dhe pjesëmarrja e tyre në zgjedhjet e ardhshme lokale në Kosovë nga BE-ja shihet si një sinjal që ndoshta gjërat prap mund të kthehen në një të ashtu quajtur normalitet krahasuar me situatën që ka qenë në 2 vitet e fundit. Atëherë Augustin, falenderoj shumë për gjitha këto detaje që i ndave sot me ne. Ju falenderoj po ashtu.
Faleminderit. Edicionin e vazhdojmë me informacione të tjera. Komisioni që